ta rregullojmë vetë, na thanë ne rregullojmë, tash ngellem ne pa fush. Ne s'kemi ku të stërvitim, ne s'kemi ku të luajmë. Gjithë investimi jonë ka huç poshtë, ka shku poshtë. Investorët janë duke mikur, stadiumin e ri kemi pas për ta rregulluar. Jam shumë, domethënë, situatë cikletshme dhe nëse nuk ndërhyn qeveria, nëse nuk ndërhyn institucionet komunale, unë jam i detyruar, sepse edhe partnerët e mi ose Dr. Tomas Vystevel, i cili ka përgjegjësinë kryesore për zhvillimin e Drenicës, besoj se nëse vllai nuk ndërhyn me një financim të jashtëzakonshëm tani, unë jam i detyruar të mendohem se si të vazhdoj tutje. Do të thotë që po mendoni edhe dorëheqjen nga klubi? Unë nuk po mendoj dorëheqjen, unë po mendoj se si me ja bë në këto kushte të jashtëzakonshme. Unë jam kthy pas 23 vite që kam qëndruar në Gjermani dhe më duket se jam mësuar në një jetë pak më normale. Tani me vije mua të mendoj se jemi në një gjendje të jashtëzakonshme sikur që ka qenë para lufte. Investimet e para, po të ishte dikush i dinjitetshëm në Ministrinë e Sportit ose në sport përgjithësi, do duhet vinin pikërisht në Drenicë, sepse çdo 5, 6 dhe 7 mars ata vinë në Drenicë dhe për ulën aty. Kur vinë aty në Prekaz, ata duhet të dinë se ky Iqbal Jashari që ka ra hero, ai është aty që të luaj, ky Iqbal Jashari junior, të ketë kushtet që të luaj dinjitetshëm, jo të luaj në baltë, jo të luaj në kushte të mjerueshme. Neve Federata e Futbollit të Kosovës na ka ndaluar të luajmë aty sepse është fushë kontaminuar. Ne tani nëse nuk na rregullojnë fushën, ne nuk kemi se si të vazhdojmë tutje. Domethënë është pothuajse ne ajo edhe po shihet, po reflektohet në rezultate. Ne nuk kemi si të motivojmë lojtarët. Ne nuk kemi si të motivojmë trajnerët, ne nuk kemi, domethënë trajnerët gjerman janë akoma duke ngjenruar aty vetëm në saje që jam duke i lutur sepse nuk mund të punohet në aso kushtesh, a kupton? Unë e di që në Kosovë janë mësuar të luajnë edhe në kushte shumë vështira, por tani në këtë kohë nuk është më serioze, nuk është më normale që ne të shkojmë vërdallë, të shkojmë 1 orë larg për të ushtruar, pastaj të kthehemi, të ushtrojmë vetëm ditën, të kemi orare të caktuara, sepse nuk kemi ku. Domethënë është e pamundshme. Unë po them edhe një herë, faleminderit që më dhat mundësinë. Prej këtij televizioni po i kërkoj sinqerisht edhe me shumë përulje, mos na lëni Drenicën lëç, mos e lëni Prekazin lëç.